Një konflikt i rënd ka ndodhur mbrëmjen e të premtes në fshatin Shkallnur. Policia e Durrësit ka dhënë informacion zyrtar lidhur me plagosjen e një personi në këtë fshat. Nga informacioni mësohet se 36 vjeçari i plagosur është goditur me sende të forta, qyt pistolete nga një 41 vjeçar dhe një 27 vjeçar, të dy banues të Shkallnur, të cilët pas ngjarjes janë larguar me automjet. Gjithashtu dyshohet se në konflikt ka qenë i përfshirë një punonjës policie jashtë shërbimit, inspektori ministerial LG, i cili është shoqëruar dhe ndaj tij po kryen veprime procedurale nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore. Në vendngjarje, grupi hetimor ka gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale një gëzhoj pistolete. Dyshohet se gjatë konfliktit është qelluar një herë në ajër me armë zjarri pistolet. Ndërkohë, forcat e shumta të policisë kanë rrethuar zonën, kanë ngritur pika kontrolli dhe po vijojnë kontrolle intensive për lokalizimin dhe kapjen e autorëve. Grupi hetimor, në drejtimin e prokurorisë, vijon veprimet për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe dokumentimin ligjor të saj.